Allah ju shpërbleft, është pyetja radhës thotë si e trajtoni ose si e trajtoni Islami me saktë çështjen e një çifti kur gruaja ka bën ndonjëherë apo ajo nuk ka për qëllim të dëmtoj burrin, por kështu thotë bashkëshorti nervozohet dhe humb kontrollin plotësisht dhe e qorton gruan me fjalët të dyta, të cilat ato fjalë zakonisht u thuhen vajzave të pandershme ose grave të pandershme. Si duhet të jetë sjellja ideale, të thoja unë, e një burri musliman? Për bashkëjetesën, për rregullat dhe ligjet në bashkëjetesë, gjithsesi Islami është marrë me to, nga se tham që Islami është një tërësi ligjesh që i ka miratu me qëllim që njerëzit në mënyrë të përgjithshëm të njihen më komod, të njihen më të mirë, më të lumtur, aq më tepër ana bashkëshortore. Për atë arsye dhe në librat islame e shohim janë më së të shumta temat që flasin në këtë drejtim, obligimet e bashkëshortit ndaj bashkëshortës, obligimet e bashkëshortës ndaj bashkëshortit, edhe obligimet e ndërsjellta që në mes tyre. Prandaj, do të jemi të kujdesshëm se është në pyetje një jetë e tërë, domethënë jeta bashkëshortore, nuk është vetëm një moment jetese, vetëm një moment kënaqësie, por është në pyetje një afat i gjatë jetës. Prandaj edhe këtu kanë ndërhyj ligjet islame për ta rregulluar këtë statut që të jetojnë sa më të lumtur. Mirë punë, do ta kisha kthy pak më herët që jetesa të jetë sa më e mirë, starti duhet të jetë i mirë. Pra, faktikisht kurora duhet të jetë në rregull. Nëse kurora është në rregull dhe është e miratune, prandaj vijnë edhe demonstrohen edhe ligjet e tjera e zon vendin e tyre të merituar. Për atë arsye Zoti xhelle xhelaluhu ka zbrit citate kuranore që ju ka drejtuar me to dy çiftëve, që të jenë të kujdesshëm. Fillimisht thot Allahu wala tansaw al-fadla bainakum, mos i harroni mirësitë e ndërcjellta që keni. Pra, ato mirësi të jetës së gjatë që keni ju dy, mos i harroni për një moment. Prandaj duhet të jenë të dyrueshëm të dy çiftët. Pra pikërisht burri, nëse bashkëshortja e tij gabon ose nuk ja ka kryer urdhrin ose një punë caktuar në një moment të caktuar, nuk bën që të harrohet jeta në tërësi dhe praktikisht të adresojë në emrin të saj diçka që nuk është e kënaqshme. Po gjithashtu edhe gruaja duhet të jetë e kujdesshme që do thotë ti përgjigjet kërkesave të bashkëshortit aq sa do thotë kërkohet për anës së saj. Prandaj dhe Zoti xhelle xhelaluhu lidhur me këtë ka zbrit citate kuranore ku Allah azza wa jalla thotë wa'shiruhun bil ma'ruf dhe të bën jetesë të mirë në mes juaj, walahun mithlu alladhi alayna bil ma'ruf, thotë në citatin tjetër, ju keni obligime ndaj tyre ashtu siç kërkoni prej tyre obligime, domethënë keni obligim ndaj bashkëshortës. Kështu që nuk i takon një bashkëshorti me moral të lartë, që faktikisht Islami ka për ta përsos edhe moralin e muslimanit në mënyrë të përgjithshme, që të adreson fjalë ose shprehje jo të mira që faktikisht nxisin në urrëtie, nga se pikërisht këtu kemi të bëjmë me një statut tjetër të Islamit ku ofendimi i femrës në Islam është një dëshkun, siç edhe po e shohim që vërtet ke me kuptuar që Islami shumë është përkushtuar për çështjen e femrës. Prandaj edhe me plot të drejtë kanë ata të cilët mirën sot për t'ia kthyer femrës të drejtat e saj, që faktikisht ja ka dhënë Islami, por të tjerët ja kanë cungu, nga se jo vetëm tani, por që më tepër se 14 shekuj, do thotë ligji islam është marrë me integritetin e femrës, me realitetin e saj, me të drejtat e saj. Prandaj dhe ka zbrit citate kuranore që ofendimi ndaj femrës së moralshme të pastër pason me ndëshkim. Siç thot Allahu në kapitullin e dritës së surës An-Nur, thot dhe ata të cilët bëjnë shpifje ndaj femrave të moralshme do të sjellin dëshmitar, nëse nuk kanë dëshmitar, do thotë çortohen me rrahje prej 80 shtagave, që jep me kuptu, do thotë se vërtet një person i tillë sikur të kishte në prani legjislacion islam ose sikur të kishte praktikim të shariatit, faktikisht duhet të ndeshkojë personi i tillë, ose mund të themi edhe me praktikën e përditshme, do thotë ngritja e zërave për të çortuar burrin i cili faktikisht ushtron dhunë ndaj femrës, është do thotë një ligj i cili faktikisht jep me kuptu për rujtjen e të drejtave të femrës. Por ne themi kështu, jo vetëm që Islami ndeshkon burrin nëse shkakton rrahje ndaj femrës, por edhe nëse e ofendon me fjalë të rënda, do thotë ka marrë iniciativa, gjë që jep me kuptu se vërtet Islami është i përkushtuar ndaj femrës. Ndërsa në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi sa runu prej 7 gjuna të mëdha, edhe në mesin e tyre është radhit edhe shpifja ndaj një femrës së mirë, së ndërgjeshme. Prandaj pra ne i këshillojmë të dy çiftet,
edhe burrin e këshillojmë që të jetë i kujdesshëm, do të thotë i matur në fjalët e tija që i adreson gruas së tij, pra lodhja e përditshme dhe mundi që e bën nuk duhet të faktikisht të shfrytëzohet dinjiteti i femrës që ta adresoj me fjalë që s'bën, mirë po konkretisht edhe femra duhet të jetë e kujdesshme që do thotë ta e përdor mirësinë, ta e përdor do thotë sjelljen e saj të mirë që të ndikojë edhe në përmirësimin e karakterit të burrit të saj. Allahu